Të nderuar besimtar, në predikimin e sotëm do të flasim një përkujtim rreth çështjes shumë të rëndësishme të qeniet e njeriut mes ndihmës hyjnore dhe braktisjes, mes suksesit dhe dështimit. Pra që njeriu të jetë i suksesshëm në punë të mira dhe të ketë sukses në jetë, e të ketë ndihmën hyjnore, ndihmën e Allahut të lartësuar në këtë jetë dhe në botën tjetër, apo të jetë i braktisur dhe të dështoj si në këtë jetë ashtu edhe në botën tjetër. Njeriu ka nevojë pa ndërprerje për ndihmën e Zotit të tij. Në çdo çast, sa herë që përpëlit syt, sa herë që merr frymë, në çdo hap që hedh, në çdo veprim që bën, ka nevojë për ndihmën e Allahut të lartësuar. Dhe kurse si njeriu nuk duhet të mbështetet në forcat e veta, por duhet që të mbështetet tek Allahu i lartësuar, që ai të jap sukses, ta ndihmojë dhe të jetë me të. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam gjithmonë i lutej Allahut të lartësuar me duan e njohur dhe shumë të rëndësishme, duke shprehur nevojën e vazhdueshme që kishte për ndihmën e Allahut, për praninë e tij, për suksesin prej tij. Thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. O ti që je i gjallë dhe i përjetshëm, më përmirëso dhe më rregullo të gjitha çështjet e mia dhe mos më lër të mbështetem tek vetja ime. Domethënë mos më braktis as sa përpëlitja e syve. As pak mos më lër që unë të mbështetem tek fuqitë e vetes time, edhe në ndonjë çast unë të mendoj se unë vetja dal dhe se është zotësia ime për suksesin që korr në këtë jetë. Hadithi është tek Tirmidhiu dhe Nesaiu dhe sakson Sheikh Albani. Të nderuar besimtar, secili njeri ka dëshirat e veta. Natyrisht ka nevoja, ka dhe qëllime, synime në jetën e tij. Dhe natyrisht njeriu për të arritur ato lodhet, sa shumë që lodhet, sa shumë shkon mbas tyre, për të arritur dhe për të përmbushur synimet e veta. Disa i arrin përpjekjet, i arrin synimet me përpjekjet lehta. Dhe kjo është për shkak se Allahu i lartësuar u jep sukses. I ndihmon me ndihmë hyjnore, ndërsa të tjerë lodhen shumë për të arritur qëllimet e tyre dhe nga një herë i përmbushin, por nga një herë dështojnë. Nga një herë i përmbushin, por nga një herë dështojnë. Nuk munden që t'i përmbushin ato. Bera ibn Azib radiallahu anhu transmeton duke na treguar një ndodhi që ka ndodhur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam në një prej luftrave. Thotë erdhi një njeri tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ishte armatosur rënd dhe kishte veshur armët, kishte veshur veshjet e luftës dhe gjithashtu kishte çuar për krenaren e tij, ishte i gati për luftë. Por ai nuk ishte prej muslimanëve. Dhe shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, a të pranoj Islamin në fillim, të dëshmoj Islamin, apo të luftoj në fillim, të futem në luftë, pastaj të bëhem musliman?" I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Në fillim thot pranoje Islamin. Deklaroje dëshminë e Islamit, pastaj thot shko dhe lufto." E dëshmon shahadetin para profetit sallallahu alaihi wasallam, pastaj futet në luftë, lufton dhe vritet. Thot profeti alaihi salatu wassalam: "Punoj pak, por fitoj shumë. Punoj pak, por fitoj shumë." Pa të jetë të shkurtër në Islam, disa çaste, disa momente, por fitoj shumë, pra fitoj xhenetet e larta të Allahut të lartësuar. Dhe këtë hadith e transmeton Buhari. Por cili është sekreti? Sekreti që njeriu të ketë sukses, apo sekreti që njeriu edhe pse përpiqet dështon? Ku qëndron sekreti i kësaj? Natyrisht që sekreti dhe dështimi nuk varen vetëm nga shkaqet materiale, nga shkaqet e prekshme, nga përpjekjet e njeriut.
nuk varen vetëm nga këto. Ka sekrete të padukshme mbas çdo suksesi dhe mbas çdo dështimi. Pra kur njeriu arrin sukses, ka në prapavi sekrete të cilat e kanë çuar tek suksesi. Dhe kur dështon, ka në prapavi sebepe, shkaqe, sekrete që e kanë çuar tek dështimi i tij. E natyrisht bëhet fjalë për ndihmën hyjnore, për suksesin, teufikun, që Allahu i lartësuar u jep atyre që kanë sukses. Dhe gjithashtu braktisjen, largimin dhe mos mbështetjen ndaj atyre që nuk kanë sukses dhe dështojnë. Dhe Allahu i lartësuar këto çështje i vendos në jetën e robërve të tij pa ndërprerje, edhe suksesin, edhe dështimin. Ata që janë miqtë e Allahut, dhe miqtë e Allahut janë ata që besojnë dhe punojnë punë të mira. Ata cilët besojnë dhe janë të përkushtuar në adhurim. Ata cilët bëjnë atë që e kënaq Zotin, e madhëruar dhe largojnë nga çfarë hidhëron ato. Miqtë e Allahut janë ndihmuar dhe të udhëzuar nëpërmjet mëshirës së Allahut lartësuar. Ndërsa ndjekësit e shejtanit, ata që ndjekin hapat e shejtanit, natyrisht janë të braktisur, janë të dëbuar dhe kjo për shkak të drejtësisë Zotit. Pra nëse një palë i jep sukses, i mbështet, kjo është me mëshirën e tij. E nëse një palë tjetër e braktis, i lë të dështojnë, kjo është me drejtësinë e tij. Allah i lartësuar thot në librin e tij: "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum, wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di." Thot nëse Allahu ju ndihmon juve, atëherë nuk do të ketë kush që t'ju mund juve, t'ju mposht juve. Nëse Allahu ju ndihmon, është me ju, askush nuk mund t'ju mposht. Por nëse Allahu ju braktis, atëherë kush do t'ju ndihmoj juve pastaj, pra veç ti? Kush do të bëj juve që të keni sukses veç ti? Dhe Allah i lartësuar na tregon për shejtanin e mallkuar se si njeriu i premton, njeriu e çon në rrugë të gabuar, mbas epsheve, mbas dëshirave, mbas egoizmit, mbas gjunaheve, pastaj e braktis. Në çastin e sprovës, shejtani e braktis njeriu. Nuk i vihet krah. Allahu i lartësuar nuk e braktis robin e tij. Shejtani mallkuar e braktis në çastet e tij më të nevojshme, në çastet e tij më të dobta. E thot Allahu i lartësuar: "Wa kana shejtanu lil insani khadula." Thot dhe shejtani është gjithmonë braktisës dhe poshtërues dhe e lën balt njeriu. Thot Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, dietarët që e njohin Allahun e lartësuar janë të një mendimi se ndihma hyjnore, pra suksesi, është që Allahu të mos të lërë në dorë të vetes tënde, mos të lërë Allahu të mbështetesh tek vetja jote. Ndërsa braktisja, dështimi, është që ai të lërë ty të mbështetesh në forcat e tua. Ky është poshtërim braktisje nga Zoti për njeriu. Allahu i lartësuar mos na bëft nga dytët, por na bëft Allah i lartësuar nga ata që i mbështet dhe u jep sukses. Thot, robrit, pra njerëzit, janë vazhdimisht duke u lëkundur mes ndihmës dhe braktisjes, pra mes suksesit dhe dështimit. Çdo njeri lëkundet mes njërës dhe tjetrës. Madje njeriu brenda të njëjtës orë, brenda një ore, e përjeton të dyja. Ai e adhuron Allahun, i bindet dhe e falenderon, sepse Allahu i lartësuar ja mundson këtë. Ja mundson Allahu i lartësuar këtë. Pastaj e kundërshton, bën gjunahe, nuk e përfill, largohet. Dhe kjo për shkak se Allahu i lartësuar e lë të mbështetet tek vetja e vet. Kështu që gjithçka sillet mes ndihmës që Allahu t'jep dhe braktisjes prej tij, mes suksesit Allahut dhe dështimit. Nëse të ndihmon, është nga mëshira dhe mirësia e tij, por nëse të braktis, është nga drejtësia dhe urësia e tij. Natyrisht që suksesi dhe dështimi nuk ndodhin kot apo rastësisht. Nuk vin kot në jetën e njeriu. Nuk i ndodhin atij pa shkak. As nuk vin nga asgjëja apo nga një zbrastësi. Por ekzistojnë shkaqe fetare, shkaqe fisnike.
që të shojnë të suksesi dhe shkaqe negative cilat shojnë tek dështimi. Nga shkaqet e suksesit janë që besimtari të adhurojë Allahun e lartësuar me sinqeritet dhe të adhurojë vetëm atë. E nëse njeriu bën idhujtari, adhuron të tjerë përveç Allahut, Allahu i lartësuar e çon drejt dështimit. Nëse njeriu besimin e ka të pastër dhe adhuron një Zot të vetëm, pa e shoqëruar askënd në adhurim, as teqe, as varre, as shenjtor, as profet, as ëngjël, as gjë toksore, as një krijesë, sa do me vlerë të jetë. Nëse besimtari e ka besimin e kulluar, tauhidin e tij, monoteizmin e tij, e ka të pastër, Allahu i lartësuar do t'i jap atij sukses. Dhe tauhidi i pastër është të mbështetesh vetëm në Allahun e lartësuar, në atë që nuk e ka dorë veç Allahu. Dhe kur e njeh Allahun e lartësuar me një shmëri të pastër dhe mohon shirkun, idhujtarin me sinqeritet, atëherë Allahu do të udhëzojë dhe do të ndihmojë në çdo çast tëndin. Ndërsa çdo që bën shirk, Allahu do ta braktisë dhe do ta largojë nga mëshira e tij dhe nga suksesi. Allahu i lartësuar thotë: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sikur banorët e qyteteve, flet për ne, thot sikur banorët e qyteteve të besonin dhe ta kishin frikë Zotit, pra besimi pastër, monoteist në Allahun e lartësuar, do t'u hapnim atyre, thot, dyert e qiellit dhe tokës, depot e qiellit, rrezik nga qielli dhe toka. Por, thot, ata përgënjeshtruan, prandaj ne i dënuam për shkak të veprave të tyre. E nëse ne ankohemi për problematika sociale, për halle të mëdha që kemi sot ne dhe vendi ynë dhe bota në përgjithësi, është për shkak të përgënjeshtrimit të fjalëve të Zotit, të fesë të Zotit, dhe qëndrimi larg këtij dhe mosbesimi i tij me monoteizëm, me pastërti, me tauhid, dhe gjithashtu idhujtaria është shkak për të. Xhabiri radiallahu anhu transmeton dhe thotë, kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kush e takon Allahun pa i bërë shirk atij, do të hyjë në xhenet. Ndërsa kush e takon Allahun dhe i ka bërë idhujtari, shirk atij, do të hyjë në zjarr. Është qartë, është bukur, është e thjeshtë për të kuptuar, është e vështirë për ta jetuar. Nuk është e lehtë, nderuar besimtar. Thot kush e takon Allahun ditën e gjykimit pa i bërë idhujtari Zotit, pa i bërë shirk Allahut. Nuk është e lehtë që të heqësh çfarë mund të kesh në shtëpinë tënde, në dyqanin tënd, makinën tënde, prej nuskave, hajmalive, patkojnve, brirëve, të heqësh nga mendja dhe zemra jote gjithë besimin në bestytnit, që e ndyn besimin, me horoskop, me shkruajtët e fallxhorët, e magjistarët, çdo gjë toksore. Nuk është e lehtë. Besimi se mira dhe e keqja vetëm nga Zoti. Dhe jo nga macet, nga qënd, nga thyrë pasqyrës, nga bufi, nga kukuvajka, kështu me radhë. Nuk kanë lidhje këto. E nëse takon Allahun me besim të pastër dhe nëse ke pak adhurime, do të hysh në xhenet. Por nëse takon Allahun me shumë adhurime dhe me idhujtari, hyn në zjarr. Allahu i lartësuar na ruaj nga kjo, dhe hadithi është tek Muslimi. Shkak madhor për të pasur sukses, për të pasur ndihmën hyjnore, mbështetje hyjnore, është niyeti. Qëllimi yt, se çfarë ke synim me veprat që vepron. Cili është synimi yt në këtë? Kush e ka qëllimin për Allahun e lartësuar, ai është i pranuar, është i ndihmuar dhe do të ketë sukses. Ndërsa kushdo që niyetin e veprave të tij e ka për të tjerë veç Allahut, i tilli është i dështuar, është i humbur, është i braktisur prej Zotit. Pra sipas qëllimit është edhe shpërblimi. Sipas qëllimit është edhe shpërblimi. Thot Allahu i lartësuar: "Ya'lamillahu fi qulubikum khayran, yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Nëse Allahu shikon dhe gjen në zemrat tuaja mirësi,
do t'u jap më mirë se ajo që ju keni dhënë. Më shumë se ajo që keni dhënë. Do t'u afal gjunahet. Shtes mbi këtë mirësi. Allah është falës dhe mëshirues. Njeriu jep një sadaka. Kë ke për qëllim? Ke për qëllim falënderimin e njerëzve, lavdërimin e njerëzve, që njerëzit thonë që je bujar, një njeri i mirë, që të lavdëroj hoxha, lavdëroj njerëzit, ta nxjerrësh rrjetet sociale. Njeriu punën e tij të vogël e zmadhon me një jetë sa më të fshehtë për hir të Zotit e bën aq më e madhe është tek Allahu. Dhe punën e tij të madhe e zvogëlon me një jetë. Mund të jetë punë e madhe, shpenzim i madh, por për shkak se është për të arritur kënaqësinë e njerëzve, nuk ka vlerë tek Allahu. Prandaj thot Allahu i lartësuar, nëse Allahu di dhe shikon zemrat tuaja mirësi, do t'u jap më shumë se ajo që është marrë. Allahu afal dhe gjunahet, është mëshirues dhe falës. Dhe thot Allahu i lartësuar, inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun, wa law 'alima Allahu fihim khayran la asma'ahum wa law asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Vërtet thot krijesat më të këqija tek Allahu janë ata që janë të shurdhër, me mec që nuk kuptojnë, nuk bëhet fjalë për ata që nuk kanë shqisën e dëgjimit dhe të folurit shqisën. Thot për ata të cilët i kanë, por nuk i vënë në punë, nuk u hynë në punë, sepse nuk logjikojnë. Këta thot janë krijesat më të këqija tek Allahu, ata që janë të shurdhër, me mec dhe që nuk kuptojnë, nuk logjikojnë. E sikur Allahu të kishte ditur ndonjë të mirë në ta, pra Allahu i di zemrat, e di mirësinë, do t'i bënte të dëgjonin, pra dëgjimin e tyre fizik, shqisën e tyre, do e kishin vënë punë, nëse Allahu do të shikonte në zemrat e tyre mirësi. Por edhe sikur Allahu t'i bënte të dëgjonin, ata do të shmangeshin duke u larguar. Pra nuk do të besonin, sepse njerëzit e tillë janë destinuar të dështojnë. Allahu i lartësuar mos na bëf të dështuar. Enesi radiallahu anhu thotë një hadith, tregon, transmeton nga profeti sallallahu alajhi wasallam një hadith shumë të rëndësishëm. Dhe ky hadith nderor besimtar duhet të jetë parasysh tek secili prej nesh. Në çdo hap të jetës, në çdo ditë që gdhim, në çdo hap që hedh, është shumë i rëndësishëm. Ne falenderojmë Allahun e lartësuar që na ka bërë musliman dhe na jep mundësinë të dëgjojmë argumente hyjnore për të qenë të mirë orientuar në jetën tonë, për të pasur sukses dhe për të mos dështuar. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush e ka ahiretin qëllim, kush e ka qëllim synim botën tjetër, pra kënaqësinë e Allahut, e adhuron Zotin dhe i bën veprat për hir të tij, atë ka qëllim. Jo falënderimin e njerëzve, jo shpërblimet e dunjas, ka qëllim Zotin. Që në mëngjes kur ngrihet, e vë alarmin në namazin e sabahut, jo në orarin e punës, sepse ka qëllim ahiretin, ka qëllim shpërblimin e Zotit botën tjetër. Ngrihet sepse ka synim Allahun. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, kush e ka thot synim ahiretin, Allahu do ta bëj pasurinë, do ta vendos pasurinë në zemrën e tij. Do ta bëj në zemër të pasur, sepse siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam, pasuria nuk është ajo që ke në dorë, është ajo që ke në zemër. Pasuria e zemrës është pasuria e vërtetë. Le të kesh sa të duash materiale, nuk të mbushin. Pasuria e vërtetë është ajo që ke në zemër. Thot kush e ka ahiretin qëllim, Allahu do ta vendos pasurinë thot në zemrën e tij. Dhe do t'ja bashkoj thot çështjet e tij. Do ta bëj të përqendruar. Do ta bëj të përqendruar, jo të shpërndar. A keni parasysh, a keni takuar njerëz me shumë para, me shumë angazhim, se sa të shpërndar janë? Se sa larg janë njerëzve që kanë afër, sepse nuk janë të përqendruar. Njeriu thon pas dunjas kështu është. Thot kush e ka ahiretin qëllim, Allahu i lartësuar e vendos pasurinë në zemrën e tij. Dhe ja mbledh thot mendjen e tij. E përqendron. Dhe i vjen dynjaja thot e robëruar. Rrizku i vjen nga Allahu i lartësuar, i lehtësuar. Ndërsa thot kush e ka qëllim dynjan, punon vetëm për këtë jetë, nuk ka qëllim tjetër. Thot Allahu do ta vendos pasurinë thot me syve të tij, vetë
do ta vendos varfërinë me syve të tij. Vetëm varfëri shikon. Vetëm skamje shikon. Sado që të ketë, thot skemi, ankohet më shumë se ata që s'kanë me të vërtetë. Sepse e ka, Allahu i lartësuar, ja ka vendosur varfërinë me syve të tij sepse ka qëllim këtë dynja. Dhe kjo dynja nuk ka ngopur askënd. Thot, kush e ka qëllim dynjan, Allahu do ta vendosë varfërinë me syve të tij, do t'ja shpërndaj, thot, çështjet e tij, do t'jetë i shpërndar. Thot, dhe nuk do t'i arrijë nga dynjaja veç aq sa ai është caktuar prej Zotit. Hadithi është tek Tirmidhiu dhe sakson Sheikh Albani. Shumë nderuar besimtar, ndër shkaqet madhore të suksesit të tjera veç këtyre, është adhurimi i Zotit. Adhurimi i Allahut me zemër të çliruar. Jo të ndihesh si në pranga, si i dënuar, që t'i falesh Zotit, që të agjerosh, që të lexosh Kur'an, të ndihesh si i dhunuar. Nëse kryen një obligim islam, ta kryesh me zemër të mirë, me zemër të çliruar, me krahëror që të mbushet me gëzim. Edhe kjo është nga shkaqet e suksesit, që Allahu i lartësuar të ndihmojë me ndihmë hyjnore. Pra kush adhuron Allahun e lartësuar për kushtim dhe në shtrim, Allahu ja mbush zemrën pasuri shpirtërore dhe ja largon shqetësimet e jetës, ndërsa kush angazhohet me gjëra të tjera veç Allahut, Allahu angazhon me të dhe ky humbet edhe dynjan edhe ahiretin. Ky humbet të dyja, njeriu i tillë. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam shumë të rëndësishëm, që thot o biri i Ademit, thot gjej kohë për adhurimin tim, dhe unë do ta mbush kraharorin me pasuri. Gjej kohë për adhurimin tim, lër kohë për adhurimin tim, dhe unë do ta mbush kraharorin me pasuri, dhe do ta largoj varfërinë tënde. Bismillah na bëj prej tyre. Por nëse nuk e bën, do ta mbush jetën tënde me angazhime dhe nuk do ta largoj varfërinë tënde. Duhet të nderuar besimtar të shikojmë vetveten tona që të mos bëhemi njerëz dynjas. Të shkojmë pas angazhimeve dhe duke i marrë si justifikim që nuk kemi kohë për adhurimin e Zotit. A nuk është dështim? A nuk është braktisje prej Zotit? Prandaj të lirojmë pak kohë, nga koha që Allahu na ka dhuruar për adhurimin e Tij. Allahu do të na mbush me pasurinë zemrat tona, do të na largoj varfërinë. Allahu i lartëson na bëf prej tyre. Hadithi është tek Tirmidhiu dhe sakson Sheikh Albani. Gjithashtu nderuar besimtar, quhen janë mend të obligimeve dhe shtimi i tyre me vepra vullnetare është nga shkaqet e suksesit që Allahun ta kemi në ndihmë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu i lartësuar, robi im nuk më afrohet me asgjë më të dashur për mua se sa ato që i kanë bërë obligim. Qa Zoti ta ka bërë obligim, është gjëja që të afron më shpejt tek Zoti. Dhe vazhdon robi im të më afrohet mua me vepra vullnetare derisa ta dua. Allahu i lartësuar, i plot fuqishmi, i pasuri, mbreti, madhështori, nuk ka nevojë për ne. Por nëse ne i bindemi atij me adhurimet që ka obliguar dhe i shtojmë me nafile, ai na do. E do robin krijesën e dobët, i cili nuk do njerëzit e tij, i cili nuk do veten e tij. E do Zotin, kur ai i përkushtohet Zotit. Bujaria Allahu i lartësuar. Thot kur ta dua atë, unë bëhem dëgjimi me cilin dëgjon. Bëhem shikimi me cilin sheh, dora me cilën godet, pra prek, dhe këma me cilën esen. Këtu e ka kuptimin që njeriu pastaj punët e tij kanë kënaqësinë e Allahut. Syri i tij do të shikojë halallin, do të ulet nga harami. Veshi i tij do të dëgjojë halallin, do të largohet nga harami. Dora e tij do të prek vetëm halal, do të fitojë nga halali. Dhe këmba e tij do të ecë vetëm ku kënaqet Allahu. Thot, nëse më kërkon diçka, unë do t'ja jap, dhe nëse më lutet, unë do t'i përgjigjem. Dhe hadithi është tek Buhari. Allahu i lartësuar na dhënë sukses, bereqet me Kur'anin famlart. Allahu na bëf dobi me jetën tona që të kemi sukses, të afrohemi tek Allahu i lartësuar,
dhe na largoft Zoti nga shkaqjet e dështimit. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamu taslima ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar besimtar, në vazhdim të asaj që u tha prej shkaqeve të cilat çojnë në sukses, është që besimtari të jetë i kujdesshëm në adhurime dhe të jap hakun Allahut lartësuar. Tregon Ibn Abbasi radhiyallahu anhu në një hadith shumë të rëndësishëm. Dhe do t'u këshilloja, do t'u kujtoja, nëse keni mundësi, gjeni librat hadithit, siç janë 40 hadithet apo Riyadhus Salihin, dhe lexojeni në shtëpitë tuaja me fëmijët tuaj. Do ndjeni kënaqësi dhe do të mësoni shumë. Dhe është pasuria më e madhe që mund t'u lësh familjes dhe fëmijëve. Allah i lartësuar na i bëft rrezik të gjithëve. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Abbasi ishte djalosh, djali 60 vjet, ishte i vogël mosh, shkova një ditë mbas tij, i qëndronte mbas profetit alaihi salam sepse donte të dëgjonte sa më shumë dhe të mësonte. Më tha: "O djalosh, do të mësoj disa fjalë. Pra, dua vëmendjen tënde. Thot ruaj Allahun që ai të ruaj ty. Pra ruaj kufijtë e Zotit dhe Allahu ka për të ruajtur ty. Thot ruaj Allahun që ta gjesh ata afër teje. Kemi nevojë që Allahun ta kemi afër. Thot kur kërkoj prej Allahut dhe kur të duhet ndihmë, atij drejtoju. Dhe dije se të gjithë njerëzit nëse bashkohen që të sjellin ty dobi apo sukses, nuk do të mund të sjellin dobi veç se ai sa Allahu i lartësuar ka caktuar për ty. Dhe nëse bashkohen të gjithë të bëjnë dëm, nuk do të bëjnë dëm veç se ai sa Allahu ka caktuar për ty. Lapsat e kaderit nuk shkruajnë. Ka mbaruar të caktuar gjithçka dhe letrat janë tharë, e transmeton Ahmedi dhe Tirmidhiu. Një nga shkaqet kryesore, dhe ato janë të shumta, por për kujtim është mësimi i dijes dobishme dhe lidhja me veprat e mira. Është shumë gabim dhe shkak për dëshim që njeriu ta lër veten në ignorancë dhe të lër adhurimet. Një arab erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, pasi kap frerët e deves, i thot: "O i dërguari i Allahut, më tregohet çfarë më afron xhenet dhe çfarë më largon nga zjarri." Shikoni, ishte beduin, nomad, fshatar, provincial, vjen aty te profeti sallallahu alaihi wasallam, e pa në udhtim me shokut, vajti kapi frerët. Më tregohet çfarë më afron xhenet dhe çfarë më largon nga zjarri. Pyetje e shkurtër por shumë e rëndësishme. Profeti alayhi salam u kënaq shumë. Pa nga shokët e tij buzëqeshur, i kënaqur. Thot: "Ma përsërit edhe një herë çfarë do të mësosh?" Pyetje që nuk e gjejmë xhamatet tona. Nuk e gjejmë xhamatin në mësimet e dijes. Është rrezik nga Allahu që të kesh në xhamin tënde o xhallar që japin mësim. Dhe është braktisje dhe dështim nga Zoti që të bëjë që kur bëhet mësimi ti të largohesh dhe të shkosh mbas dynjas. I thot përsërit, thot: "Dua më mëso çfarë më afron xhenet dhe më largon nga zjarri." Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Wallahi, thot, ky e ka udhëzuar Zoti. Allahu i ka dhënë sukses që vjen e pyet në këtë mënyrë." Pastaj tha: "Adhuroj Allahun dhe mos i bëj shok atij, krye namazin, jep zakatin dhe mbaj lidhjet me të afërmit." Porosia e shkurtër e profetit alayhi salam dhe ishte shkak për fitoren e tij. Të nderuar besimtar, shkaqet e suksesit janë shumëta. Unë lutem Allahun e lartësuar që na bëj të lidhemi me dijen, të punojmë me dijen, lutem Allahun e lartësuar të na bëj rrezik, punë të mira, sukses prej tij, sinqeritet, adhurim të Zotit një. Lutem Allahun e lartësuar të na largojë nga shkaqet e dështimit dhe lutem Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta të ndihmojë muslimanët kudo që janë në botë, të kthejnë mes në tyre paqen, sigurinë, të largojë prej tyre sherrin e njerëzve të këqinj, sherrin e pasuesve të shejtanit mallkuar, ata të cilët vrasjen e quajnë fe, vrasjen e quajnë afrim tek Zoti. Lutem Allahun e lartësuar që të kthejë mirësinë dhe paqen në Palestinë dhe kudo në botë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallam.